në frigorifer apo jashtë. Ja ku duhet mbruajtur gjalpi. Një nga debatet më të nxehta të kuzhinës është ai mbi gjalpin. Duhet apo nuk duhet ta mbash në frigorifer? Disa njerëz mendojnë se gjalpi duhet të ruajtur në temperaturë ambienti, ndërkohë që të tjerë besojnë se nuk ka gjë më të mirë se ta ruash në frigorifer. Përgjigjja është më e shkurtër, është okay edhe nëse e mban jashtë frigoriferit, vetëm me disa kushte. Gjalpi i kripur është më pak i prirur për të prekur nga bakteret se gjalpi i pakripur për shkak të përmbajtjes së natriumit. Kështu që edhe llojet e gjalpit duhet t'i kesh parasysh në këtë rast. Kur është fjala për ta mbajtur gjalpin në frigorifer, gjëja e rëndësishme është që të ruhet në një enë balte hermetike. Nëse gjalpi është i ekspozuar ndaj ajrit, do të fillojë dhe do të prishet shpejt. Sipas ekspertëve, nëse gjalpin e kripur e ruani në një enë balte dhe e mbyll pas çdo përdorimi, do të zgjasë rreth 2 javë. Nëse temperatura e ambientit në kuzhinë arrin në 21 gradë, është mirë ta ruash në frigorifer, ndërsa gjalpin pa krip në çdo kohë është mirë ta ruash në frigorifer.